إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فلنريم تكون الزوت مضمونة Pasë dhe mëshirat e qofshin mbi dashën e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij, së dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Xhamati i nderuar, Zoti ju shpëlbef me begatitë e tija të pafundme, ashtu sikur se din ai El Karim, fisniku i cili jep dhe nuk kërkon prej atij që jep prej nesh asgjë tjetër Allahu. I shpërblet Zotin me të mirat e tija, që më shumë xhamin të këtij për bukën e zgjedhur xhamin tonë për këtë ditë xumaje, Zoti ju bekoft dhe Zoti ju nderoft. Amin ya rabbel alamin. Vëllezër të nderuar, do të çndrojmë pak sot në këtë ditë xumaje me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili pothuajse për ditë është prezant në jetën tonë. I cili pothuajse për ditë neve e ndjejmë dhe e përjetojmë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por për fat të keq, shumë pak prej nesh marrim prej këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përkujtohen në vetë të tyre. Kthehemi në vetë të tyre. Të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, trajana xhamati i nderuar, janë ata të cilat e përcjellin të vdekurin kur neve e varrosim dhe neve gati për dite, shok miq dashamirë tonë, të afërm tonë, i përcjellin dhe në çdo përcjellje të tre gjëra janë patjetër me të vdekurin. E para, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ehlu, familjarët e tij, shkojnë në të deri te vorë. E dyta, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasunia që ka ai, e përcjell me të deri te vorë. Dhe e treta, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e përcjellin të vdekurin punët e tija. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përcjellin punët e tija, muhbiran, duke na treguar ne që neve çfarë do të bëjmë ne në këtë gjë. Do ta marrim me vete së bashku me ato dy para. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të tij profetik, dy njeriu i lënë këtë dynjë. Asnjë nuk e ka marrë familjen në vete. Hajde pra se gjyna vallahi, trim sotën këtë natë par varit ka që vështirë, pa unë në të të bëjmë muhabet, tja kalim këtë natë par varit. Jo vallahi asnjë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kthehen ehlu, familjarët e tij kthehen në shtëpitë e tyre, derisa Zoti t'ia marrë shpirtin, secilit prej tyre në jetën e kësaj dynjaje. Kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasunia e lënë në këtë dynjë, se se ka marrë njëri në vete, dhe mbetën me të në varë, o xhamati i nderuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, punët e tija. Dhe në punët që mbesin e varë, neve nga ka treguar Allahu dhul Gjelal se punët e cilat neve do t'i marrim në varë, dy kategori do t'jetë varë dhe s'ka të tre. Kategoria e parë, thot Allah subhanahu wa taala, fariqun fil janna, një grup i cili punët e tija që në varë do t'jenë shkak për në xhenet, na bëj Zoti prej tyre. Amin ya rabbel alamin. O fariqun fis sa'ir, dhe një grup Zoti na lut që të tyre në zjarë xhenemit, Zoti na lut ja. O vëllezër të nderuar, al-mawazin peshore tek Allahu, kur të vijen për këtë punë që ne i kemi morë, për të
punë të cilat neve mundohemi që ta kënaqim Zotin me të, ose Zotin me punë të cilat e kemi hidhëruar Zotin me to, janë peshore strikte tek Allahu në xhelal. O vëllezër, është interesant se kur i ka përmend Allahu këto peshore, la ilaha illallah. El-mizan, peshorja që do të peshojë punën të tona në ditën e gjykimit, thot Allahu subhanahu wa taala është kaq precize, sa që unë jam në mithqala dharratin khayran yara. Kush punon dhe një të mirë sa grimca. La ilaha illallah. Kush punon dhe një të mirë sa grimca, ato do ta gjejnë peshorës. Unë jam në mithqala dharratin sharran yara, dhe kush bën një të mirë, një të keqe sa grimca, ato do ta gjejnë. Kaq koncize dhe precize janë peshore të cilat do të peshojnë punët tona që neve do t'i marrim me vete. Dhe o vëllezër të nderuar, në bazë të asaj që neve, inshallah, na bën Zoti prej tyre kategorisë parë për banorët e xhenetit, shikoni se çfarë ka përgatitur Allahu Dhul Xhelal për ata të cilët punët e tyre që marrin me vete në xhenet, inshallah, bën shkak që Zoti t'ia hapet rrugën dyert e xhenetit për hapur të këtyre punëve. Dhe o vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala, Zoti i Madhëshëm, thot në Kur'an: "Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumra hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al-arda natabawwa min al-jannati haythu nasha فلنعم أجر العاملين. الشيخ الذين اتقوا أتشك النار نبوشهم تميرا ديدن الجكيمين كان من الشهادات، كان من الناس، كان من الزكاة، كان من رمضان، كان من حج، كان من بوشيشة، كان من respekt prindërve, kanë ardhur me respekt të pëshis, kanë ardhur me respekt të mëtmadit, kanë ardhur me respekt të parëkvisit, ata të cilët i kanë dhënë përparësi ahiretit përpara dunjas, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumra. Kur të merren grupe në xhenet në bën Zoti prej tyre, dhe o vëllezër, hatta ila ja'u futihat abwabuha. Kur dhinë të dyert e xhenetit, po s'ka njëri që i nalë të krijesa, si ja kanë bërë punë vetës tyne vetë, kur kanë qenë dënja me punë të mira, do t'i hapën dyert e xhenetit, wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha. Do t'ju thonë rojet e xhenetit, selam për ju, paqe ka, deri tash paqe, e kur të hynin në xhenet, ka me ju gjekë në xhenet. La ilaha illallah. E o vëllezër të nderuar, ju thonë, fadkhuluha khalidin, të përjetshëm jeni në xhenetet Allah subhanahu wa taala. Dhe në këtë moment të vëllezër të nderuar, kur t'i hapën dyert e xhenetit, Ebu Bekrit të teta do t'i hapën. Ebu Bekrit të teta do t'i hapën. Agjeruesit Ar-Rayyan, ati që ka falë, dera namazit, ati sadakas, dera sadakas, se cilit i hapën dera dhe. Do thonë o vëllezër, wa qalu alhamdulillah, o Zot falëndërimi, të takon vetëm ty, që neve na mbajtë premtimin tanë, që na patë dhanë, wa awrathana al-arda, dhe na e bani trashëgimi tokën e xhenetit, që neve të endemi në xhenet nga të duam ne dhe nga të shkëne, فَلْنِعْمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ. Sa punë e mirë është kjo atyre që kanë bërë punë të mira, që i morën varë punët e mira të tyre. E o vëllezër të nderuar,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله يثبت أبو هريرة ويدش بزوته يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ندركون مير بالجنة تدينك إن شاء الله كنت أنت مسلمين يتبقيدون سيشاتب نوغنني يثبت أمير صلى الله عليه وسلم وأن بناوها أذن تركيزة الجنة ندركو فرتوسة فبرمالون بشوف بالجنة إذا تدين سيشاش يثبت أمير صلى الله عليه وسلم قال لبنة من الذهب ولبنة من الفضة وملاطها مسك نيكول أشبري فلوريري كيف أشبري أرجيني ذا ليدو من ينتيترن الله شتوين أشتنيس بجنيني لا إله إلا الله الله يزرت النروها فبيغمير صلى الله عليه وسلم والياقوت ومن يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه الله يزرت النروها فبيغمير صلى الله عليه وسلم عايزي بدوتيوم جنة كابريتسي برهر كورنو دو مرزيدة من جنة عايزي بدوتيوم جنة أشي بريتشم ذنو كامفدي كورن جنة عايزي لهم جنة الروبة تتيا كورنو دوتي لاغر ذنو دوتي بان بس ذا بيغمير صلى الله عليه وسلم ذا كورنو دوتي مروية رمياتي جسمون يرين جنة الله يزرت النروار وعند البخاري مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه الشجره يسير الراقد في ظلها 100 عام نجنتش نبيم ماذا نبيم ماذا كل شوف من الدنيا نبيم ماذا قريب كفر ذبي لا اله الا الله شفار مراكوليه باسابوس بوتن كالبين كرسي الجنة شكوكي شان مرقولية قال ثم بيغمير صلى الله عليه وسلم يسير راقب في ظلها 100 عام نيتشمية هي نساي نكمينك ما كالورس مكان بقيت تشاشا موضع عش كالبين الجنة الله يزرت النروار ثم بيغمير صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم والظل الممدود لزول القرآن ذنيهية زجاجة من جنة تبتيت في البدر الجنة الله يزرت النروار وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فبيغمير صلى الله عليه وسلم أتشنو كاباسيني أتشنو كاب ديجوديشي ذا أتشنو كاب بيتو زمرة ضطيت من جنة لزوني في علنا الله وفضل الله سبحانه وتعالى ذنو كدين نيريو سشكار كاب بريغاتيت زوتي برتو من جنة نباب زوتي بريزينت لي إن شاء الله الله يزرت النروار فبيغمير صلى الله عليه وسلم ولم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها نيردن شكوبي الجنة شهيزك تبابالار كتول متى أشت منير سالدنيا نشكا كامرينا سبحان الله موضع صوت في الجنة بدل نبنسى شكوبي الجنة أشت منير سالدنيا نشكا كامرينا ذا بيغميري صلى الله عليه وسلم فمن صلى الله سبحانه وتعالى القرآن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز عايز يشكتن بريزياري ذا هم جنة ذا تمسك في تورة الماضي إن شاء الله كتو شنيلة بويثاني شبالور ذا جنيتي شبال بابو كميرا ذي كمون نفارك تكون كندار پر الله بتاع الله كبرياتيت البرتا إن شاء الله وفليسة الدروار وعند الترمذي ومسلم وابن حبان عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكم عند الله موعدا كمن يتقين تكزوت المرموشم يريد يثن ملائكة يا أهل الجنة يا أهل الجنة يمكن أن يتقين بالزوت المرموشم
Don Allah t'ju takoj që juve t'ju shpërblej. Thënë banorët e xhenetit, la ilaha illallah. Thënë banorët e xhenetit, elem yethqal mawazimuna. A nuk I ka rëndu për shokët e tonë Allah, o yudkhiluna në xhennet, në ka shtin në xhennet, në ka largu për xhenemit, që du me ma për Zotit të mëndueshëm. E në këtë moment, o vëllezër, fe yakshif Rabbu dhul jalali wal ikram el-jabbar. Allahu e heq perden e tij dhe kur ngrejnë koka banorët e xhenetit dhe shohin Allahu dhul jalali në xhenet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nesu naimul xhennet kullaha, do ta harrojnë gjitha mrekullitë e xhenetit për të shohin Allahu dhul jalali në xhenet. Çfarë pamje, ja Rabbi na bën prej tyre, amin ya rabbel alamin. E o vëllezër të nderuar, o xhamat të nderuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te hadith ibn Hibban بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم جاء رجل من أهل الكتاب إلي من يريد أهل الكتاب كبيغامير صلى الله عليه وسلم ديفا يا محمد إنك تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون كيف تندون شبانور تجنيد قال هذا بين فبيغامير صلى الله عليه وسلم نعم والله ما شاء الله والذي نفسي بيده Pashatet që ne ka shpirtin tëm në dorën e tij Allahu Gjelal. Yu'ta rajulun min al-jannah quwwatun mi'atu rajulin fi dunya. Një njeri në xhenet do të ketë sa 100 burra, forcë në xhenet, inshallah. Dhe vëllezër të nderuar, desh ta përgul pejgamberin e Islam dhe tha, pa ata që hanë dhe pinë, a nuk kanë nevoja të tyre personale? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nevojat e tyre personale janë Irak, djerë se cila do t'jetë më e mirë se sa era e nisur Allah. E o vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ورأى المنذري وابن أبي الدنيا والطبراني بإسنادين أحدهما جيد قوي. Këto dietar hadith e kanë transmetuar këtë hadith nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, jaa Jibril ila nabi sallallahu alaihi wasallam, erdhi Jibrili tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një pasqyrë dhe në mesin e kësaj pasqyre ishte një mjollë zezë. Faqale, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ndroata ja Jibril, që është kjo pasqyrë Jibril? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadi al-jum'a wa hadi al-naktatu as-sawda, kjo është xhumaja, dita e xhumës e pastër, kur dalim për xhamie, ne dalim pa xhumaja, se dy melekë na kanë shkruar emrat e tonë, dhe kur të dalim Allah thot, fshijëm një robër të mi, gjuna që kanë bërë nga xhumaja, deri në xhuma. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Jibril, kjo pasqyra e parë është xhumaja, që Zoti I pastron robërit e tij ditën e xhumës. Dhe kjo e zeza kjo e zeza është një orë të cilën qatë fudil anta o men ma'ak min ummeti. Kjo e zeza është dita xhuma, një orë në ditën e xhuma, që Zoti ta ka dhënë ty, nuk ja ka dhënë kërkuj tjetër për profete dhe ata të cilët ndjekin rrugën tënde Muhammed. Dhe vëllezër të nderuar, thot فالناسu lakum fiha tab'un. Njerëzit do të ndjekin atë rrugën që t'ja u kelan dhe do të marrin të shpërblime nëse e falin xhuman dhe nëse janë të rregull në xhuman. O vëllezër thot, وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله خيرا إلا استجاب له. Kjo pika e zezë është momenti ku pranohen duat dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të Jibrili, nuk ka besimtar që I kryetur I lutet Allahut me dua, Zoti ja pranon, dhe nuk ka besimtar që I kërkon Allahut mbrojtje prej sherrit, yesta'inu min sharri illa a'adahu Allah, vetëm se do ta mbrojë Allahu prej tij. Wa hiya indana yawmul mazid. Kjo pika e zezë xhumoje tek neve është dita kur të shtohen. Habibie pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, o ma yawmul mazid, e çfarë është kjo dita që do të shtohen xhamat tek Allah? Dhe thot Jibrili, fiha në këtë ditë
إن ربك زوج يوم محمد اتخذ واديا في الفردوس أكمل لجين الفردوس ذاك لجين كان بيض شون بين أشم بين شون تنايا لجين عير بريجين بريني تمام the thought ينادي أهل الغرف دكتور البنور الضمم الجنيدي أشبيه الجنيدي أو يوديك الجمال أو يبنورة الضمم الجنيدي ديلي لدالين كتلوجين وجماعة الدروة مبرقتونه إكان شبيه تبينة الجنيدي dhe vëllezër të nderuar, në këtë moment Allahu Dhul Gjelal ju thot, a keni një gjë që unë t'ja u jap juve? I thonë ja Allah, qa du më prej teje? Na I ke dhënë krejta në xhenet. Thot Allah, a doni më në kërku diçka që unë t'ja u plotësoj? Ja Allah, qa më të kërku? Ti krejta na I ke dhënë në xhenet. E vëllezër të nderuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam فتتجلى لهم ربهم حتى يرونه فليس يوم أحب إليهم من يوم الجمعة لما فيها من المزيد. Derisa Allahu mos I mbaron në pyetjet e tija për banorët e xhenetit, ju thot o banorët e xhenetit, atëherë bëhuni gati, pritni se kam lënë diçka për ju në ditën e xumës. Dhe o vëllezër të nderuar, është pikërisht kjo orë në xumën në të cilën ne falemi, elhamdulillah, Allah subhanahu wa taala fatajalla, Allahu e heq perdën e tij që ta shohin banorët e xhenetit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjë më dashur për ta në xhenet se sa kjo orë në xumën ku takohen me Allahun dhe Allahu I shpërben në pamjen e tij. O vëllezër të nderuar, ata të cilët e kanë lodhur vetëm në dynja me ibadet, me adhurim, vallahi të ndibindur se lodhja e tyre është e përkohshme pasha Allahut, se ajo që do të përfitojnë në xhenet është e përjetshme inshallah në bazë të pritime. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.